Pra, e hoxha çka kërkon për neve? Kërkon më shesh vetëm një njeri. Bënë shumë njerëz. Po unë jam një, jo nuk je një. Te je gjallë, ki je prind, ki je detyr ndaj prindve. Ti je vlla, ki je vlla motër, ki je detyr ndaj motrës dhe vllaut. Ti je burr, ki je grua, ki je detyr ndaj gruas. Ti je bab, ki je fëmijë, ki je detyr ndaj asaj. Ti je çka? Egjiptian, ki je detyr ndaj egjiptianëve. Ti je shqiptar, ki je detyr ndaj shqiptarit. Ti je i këtij vendit, i këtij qytetit. Pra, ti je musliman, po ki obligim ndaj Islamit. Shifet sa njerëz që kanë brenda në Ramadanin. Po tjetër, çka thot imami? Imami thot, banu njerëz për jashtë tash. Po çka për jashtë? Më falni, ai që i krijoi aeroplanin, sa vet ki në ajër tash? Vetëm sot i ki je, afër 10 milion njerëz në ajër. Sa fitim ka fituar ai njerëz që i ka bërë aeroplani? Inshallah është musliman edhe fiton për botën tjetër. Pra, për sa ka fituar ai profesori që ka qitë generata. Ashtu edhe hoxha. Ju sa jini këto? Të thomi 50 vetë, 150 vetë. Ju jini 500 vetë, ju jini 1000 vetë. Se familje keni. Mësaj nesër, ju do vazhdoni. Më fali, deri në ditë kiametit, ju do t'jeni ata që do t'i përcjellni Islamin. Pra, imami çka kërkon diçka tjetër? Unë e dimi se dua bëjmë neve, mas namazit bëjmë dua, mas këtë ibadeteve. Por ku e bëjmë? Në tepisonin në xhami, përsi për flat, apo ngrohet, edhe i kemi nga duhet. Jo, imami thët dua, çka dua? Kërkes. Ai që i bëni raketën, satelitin, çka bën? Kërkon. Ai që u gjit thellë në tokë, çka bën? Kërkon. Ai që u gjit thellë në ujë, çka bën? Kërkon. Pra, kush kërkon më shumë, Allah i jep më shumë. E kush është të kërkon sot më shumë? A muslimanët apo jo muslimanët? Për fat të keq, jo muslimanët vallai. Këtë kjo shkencë, kjo teknologji e bën për atin i qerve. Pa ne a kemi t'ju apëm atine? Pasha Allah, ne kemi t'ju apëm atine më shumë se ata në apën neve. Po çka japëm? Ne japëm besimin në një Allah, që s'kemi përzirje në akide neve. Besojmë krijuesin, me thënë dikush që beson ti, e besoj ato që e ka kriju këtë botë. Ose as punë. Kush u ndele? Kjo tokë nuk është madejnë Alman, as madejnë Amerikan, për madejnë Allah është shpejt vallai. Pra, këtë këta gjarat, imami ja përcjell xhamatit edhe ai nuk del pi xhamis ose pi atij ambientit pa mos marrë shënime.